Zoti Guri, edhe njëri faleminderit për kohën dhe për gatishmërinë tuaj. Kënaqësisht më së gjithmonë. Jetën e kaluar në trajtuam në shtetësinë greke, në Albania TV. Daksi, të roqi vëmendjen e jashtëzakonshëm nga shqiptarët që jetojnë në Greqi, duke arritur shifra rekord shikueshmërie. Kjo tregon interesin e madh për këtë proces. Çfarë të rejash rreth kësaj teme kemi kohët e fundit? Ka ndonjë të re? Po, siç e the shpëtim, ka zhvillime rreth temës në fjalë. As parë unë do të falenderoj të bashkëtarët që na ndjekin, të krijojnë vëmendje, dhe ne nga ana jonë do mundohemi të jemi sa më profesionist, sa më të saktë në përcjelljen e informacionit, sa më korrekt, dhe aq më tepër sa më të dobishëm me qëllim që çdo pyetje, çdo shqetësimi i tyre të marrë një përgjigje konkrete. Dhe edhe pse shpeshherë ka edhe mendime ndryshe apo edhe kritika, pra në këtë kontekst, por ne janë të mirëseardhura, sepse kritika janë të dobishme, sepse na bëjnë neve të punojmë më fort, më me përgjegjësi dhe sigurisht të analizojmë shumë më tepër problemin dhe shqetësimin e çdo bashkëtari që të ketë një përgjigje sa më serioze. Është lajm tashmë, është fakt që është krijuar një grup ekspertësh në Ministrinë e Brendshme dhe në ministri tjera përkatëse, ku po përgatisin ligjin për në shtetësinë greke. Ky ligj, siç e thamë edhe në emisionin e kaluar, prek edhe qytetarët e vendeve të treta emigrantë të cilët jetojnë prej vitesh në Greqi. Ky ligj vjen në kontekst riformatimit ose më saktë një reforme thelbësore që po i bëhet kodit të familjes në Greqi, kryesisht kodit të nënshësisë që, siç e tha dhe vetë sekretari i përgjithshëm i nënshësisë, prej 22 vjetësh nuk është bërë asgjë, edhe pse në vitin 2015 u votua kodi i nënshësisë në Parlamentin e Greqisë. Pra në këtë kontekst, e të rejat janë që po punohet në të drejtim dhe shumë shpejt ne presim njoftime për të parë strukturën e këtij komisioni dhe kryesisht kuadrin ku po punohet dhe çfarë përfitojnë emigrantët ose më saktë qytetarët me origjinë migratore, të cilët janë pretendentë për të fituar shtetësinë greke. Në 3 dekadat, problemi i lehtë të qëndrimit vazhdon të mbetet një nga shqetësimet më serioze të emigrantëve shqiptarë në Greqi. Ka ndonjë ndryshim konkret kohët e fundit dhe çfarë ka ndryshuar në praktikë? Pra, shpeshherë shikojmë ndryshime shjakoresh, kode emigraciones, po problemet qëndrojnë aty ku ne kemi nisur që në fillim. Siç e the, gjithmonë flitet për ndryshime, flitet për ligje, edhe tjetër, një tjetër ligj, çdo vit një ligj apo 2 ligje, qarkore, urdhresa, e kështu me radhë, apo dekrete presidenciale. Gjithsesi, siç kemi thënë kaluar, shfaqet edhe një herë, ky është ligji i fundit i publikuar në Fletorin Zyrtare të Greqisë në muajin mars. Fatmirësisht ajo që është e re për momentin është fakti që për të problemet të shumta që kanë bashkëdhetarët tanë lidhet me miratimin e lejeve të qëndrimit. Ka filluar aplikimi i ligjit të ri. Çfarë konkretisht? Kemi konstatuar që shumë leje po jepen edhe pas migracion, duke patur parasysh ata që janë të moshën 65 vjeçare, se ende nuk është dhënë për qytetarët forma apo kriteri më saktë i sigurimeve shoqërore të kompanive private, pra kosto e tyre, por gjithsesi kemi konstatuar që shumë leje janë dhënë sepse i plotësojnë kjo grup moshe. Ajo që është mundoj më e rëndësishme është fakti janë 2 elementë kryesorë, më saktë 2 zhvillime kryesore. Së pari ka filluar dhënia e lejeve të qëndrimit kryesisht 3 vjeçare për punë me varësi dhe për profesionet e lira ku nuk jepet më leje në bazë të aplikimit, por në bazë të miratimit të saj, që do të thotë, nëse dikush ka aplikuar në vitin 2023, 24 apo 25 dhe i është miratuar leja aktualisht, ajo merr një vlefshmëri deri në vitin 2029 deri në vitin 2030. Pra kemi konstatuar që shteti grek, ministria në këtë rast është treguar dorë lëshuar, pra zemër gjerë, me kuptimin që këto leje ka marrë një vlefshmëri shumë më të madhe dhe shumë më të gjatë se sa parashikohet në ligj. Pra, nëse një leje është 3 vjeçare dhe është aplikuar në vitin 2025, kjo leje e miratuar para pak kohësh, pra nëse i është miratuar para një javë apo para një muaji, merr vlefshmëri automatikisht deri në vitin 2030. Dhe këtë bën ministria për të ndihmuar emigrantin
dhe së dyti që është më kryesorja për të lehtësuar mbi ngarkesën që kanë detyrat e decentralizuara për të dhënë mundësinë e shqyrtimit të dosjeve të mbetura APS. Por në këtë kontekst, shpëtim mendoj që shumë e rëndësishme dhe është një thirrje për gjithë bashkëtarëve. Automatikisht që nga momenti që aplikohet ligji i ri, vjen dhe penalizimi. Cili është penalizimi? Keni konstatuar dhe keni vënë gjithë që u kanë ardhur në email dokumentat plotësuese, por ka një afat kohor që thotë brenda 2 muaj duhet të dërgoni dokumentat. Mos ignoroni këto emaile. Tregoni vëmendje nëse aplikimin tuaj ka bërë fëmia, djali, vajza apo ju vetë, e ndiqni me vëmendje. Nëse ka bërë llogaritari, shkojnë tek llogaritari. Nëse ka bërë avokati, insistojnë tek avokati. Pra, qëndroni nga pa, sepse nëse nuk respektoni këto afate, rrezikoni të humbisni lejen e qëndrimit. Dhe ky nuk është paralajmërim, por është fatkeqësisht është një e vërtetë e cila po aplikohet nga shumë detyri të cilët kërkojnë dokumenta plotësuese dhe shumë bashkëtarë, shumë emigrantë nuk i përgjigjen në kohë, nuk i çojnë të dokumenta plotësuese dhe për këtë ata penalizohen dhe janë të shumta rastet që neve kemi marrë si email dhe mesazhe në nga Albania dhe kryesisht ndjes nga Albania TV dhe nga qytetarë shqiptar, emigrantë në Greqi, të cilët me habi konstatojnë që është refuzuar leja e qëndrimit dhe pastaj detyrohen të ndjekin procedura të tjera. Kujdes edhe një herë, nëse ka ardhur një email nga drejtoria decentralizuar nga periferia, thënë thjesht, duhet i përgjigni brenda 2 muajve. Zoti Guri, këtu ka 10 vjet që janë zhdukur radhët e gjata, po aq vjet ka në vonesat burokratike me lejet e qëndrimit. Çfarë po bëhet aktualisht dhe çfarë mund të presin ata emigrantë nga institucionet përkatëse? Ishte ajo që thamë pak më herë shpëtimi dhe ne kemi rithënë. Vërtet, administrata greke, periferia ka dobësitë e veta, ka mbi ngarkesë dhe shpeshherë është e mbi ngarkuar dhe ka burokraci, por nga ana tjetër nuk duhet të anashkalojmë faktin që shumë emigrantë ose nuk kanë njohuri të duhura ose neglizhojnë me aplikimet që kanë bërë. Dhe çfarë do të thotë? Vonojnë të dërgojnë dokumentat që u kërkohet pra manti emaileve, dokumentate plotësuese. Qoftë ky një vendim i tatim taksave, i deklaratave fiskale, qoftë ky i siguracioneve, qoftë i encimave, apo qoftë dhe shumë prej tyre, pra që është një problem shumë serioz, lidhur me faktin që janë gjobitur nga policia, po duke mos patur patent greke dhe janë denoncuar dhe në padinin tyre është zhvilluar një gjyq. Ministria e Migracionit, departamenti i migrantëve kontakton me Ministria e Brendshme, i informon duke parë pasërtin e çdo aplikanti dhe fatkeqësisht nuk ka një selektim të shkeljeve nga individi, qoftë në shkelje administrative apo penale, nga momenti që në sistem konstatohet një shkelje, qoftë edhe një gjobë thjesht apo edhe një detyrim ekonomik apo një vendim i cili është marrë fatkeqësisht para 10 apo 20 vjet që nuk figuron ndoshta edhe në borderote gjykatave, pra në librat e tyre të protokollit, periferia kërkon të gjitha këto dokumenta duhet të dërgohen në kohë, sepse në shumë raste, ose më saktë poshtojnë rastet që periferia kur nuk përgjigjet në kohë emigranti u refuzojnë lejen e qëndrimit. Zoti Guri, në mbyllje të kësaj interviste për të cilën ju falenderoj, ju pak më parë përmendët zemërgjithësinë. Ku e kam unë? Në qoftë se një emigrant vonohet në dorëzimin e letrave, ka penalizim dhe nëse shteti e vonon ato deri në 3 vjet. Çfarë bëhet këtë mes? Për një së vërtetës, siç e kemi thënë herë tjetër dhe unë nuk nguroj të them, edhe pse jemi kritikuar në këtë aspekt, jo gjithmonë fajin e ka pala greke. Në shumë raste, fajin e ka dhe vetë aplikanti. Sepse aplikanti ka besuar një individi apo disa individë të cilët më pas ose kanë humbur telefonin, ose janë zhdukur ose kanë bërë një aplikim të gabuar, gjë e cila nuk është faji i administratës greke, sepse administrata greke nuk shikon kush ka bërë aplikimin, shikon çfarë është dërguar për shqyrtim, do të thotë cilat janë dokumentat që janë dorëzuar. Në këtë kontekst ata gjykojnë dhe vlerësojnë në bazë të dokumentacionit që ka marrë në dorëzim dhe japin verdiktin e tyre. Në këtë kontekst, ndaj neve kemi insistuar dhe insistojmë që bashkëdhetarët janë duhet të jenë të vëmendshëm në këtë drejtim. Pra, nëse në këtë rast kemi një person, një emigrant i cili në pafajësinë e tij ai nuk di dhe jetë të shohë një personi që është i papërgjeshëm, i cili më pas e ka mashtruar apo e ka manipuluar, është një problem që nuk mund t'i ngarkohet administratës. Por nga ana tjetër, personi në fjalë duhet të insistojë
të gjej një avokat apo një person përgjegjës i cili është njohës i fushës dhe ta ndjekë çështjen deri në fund. Rekomandohet të jetë avokat me qëllim që në çdo rast të mund të merret një masë kryesisht ndaj individit apo të personat pa përgjegjshëm dhe të denoncohen, apo edhe të personave të cilët kanë abuzuar me besimin e tij. Pra në këtë kontekst duhet të jemi të kujdesshëm. 3 vjet në çdo rast, siç ne kemi trajtuar, pra janë me qindra pyetjet që janë adresuar në Albania TV, ne kemi dhënë përgjigje dhe në emisionin e radhës do të trajtojmë së bashku pyetje përgjigje. Në 80% të rasteve që ne siç kemi parë nuk është vetëm faji periferis, por është faji imigrantë i cili ose nuk ka marrë informacion ose nuk ka marrë dieni ose ka neglizhuar për të kthyer një përgjigje. Çdo vonesë fatkeqësisht rëndon mbi procedurë sepse ende nuk ka një sistem të konsoliduar i cili ta shqyrtojë kërkesën në bazë të aplikimit dhe në bazë të dokumenteve plotësuese, sepse siç e dini shumë mirë, shumë dokumente që tregojnë plotësuese, pra mbas 6 muaj apo mbas një viti, konsiderohet si aplikim fillestar dhe jo si aplikim i marr, i mirëqenë në moment që është bërë aplikimi real. Pra të gjitha këto janë disa procedura të cilat e rëndojnë procesin dhe në fund të ditës duhet të jemi dhe të sinqertë. Nuk është vetëm Albania TV që mund të deconi, por edhe faktori shqiptar. Pra nëse shumë bashkëtarë ndjen vetëm të cilët është mohuar e drejta, ka dhe forma tjera demokratike. Në çfarë kuptim? Mund edhe të protestojnë, edhe pse duhet si absurde, si nuk është ndonjë diçka aq utopi, është një drejtë e tyre që mund ta bëjnë. Edhe shteti grek do ta marrë parasysh, sepse fatkeqësisht ne dimë që shteti grek është një në ato pjesë që ndjen një komoditet lidhur me lejet e qëndrimit të emigrantëve, sepse nuk ka turistëni nga shoqëria apo nga faktori tjetër vendës. Pra, të gjitha këto së bashku arrin në konkluzion një nderuar shpëtim të dëshur bashkëtarë që në në këtë momente që duhet të jemi të vëmendshëm dhe të adresohemi tek personat e përgjegjshëm, siç ne në Albania TV, unë si Edmond që ndjef si çështje të paktën prej 2 dekadash nga pas dhe mundohem të jem sa më koncis dhe korrekt të jap përgjigje ju në të gjitha format dhe mënyrat, duhet edhe nga ana juaj të jeni koncis sepse si dim shumë mirë ka shumë probleme, pra të dy palët të jenë të kujdesshëm. Sa për informacion, sa shqiptar kemi pa lishëm dhe sa shqiptar kemi në Greqi? Faleminderit për pyetjen, shpëtim është shumë e rëndësishme. Ka edhe këtu ka një aludim dhe ka një pavërtetë dhe më vjen shumë keq që shumë bashkëtar, madje shumë prej tyre mbajnë dhe tituj dhe sillen si përfaqësues të emigrantëve që se kanë iden dhe e them me plot bindje sepse shifrat i mohojnë. Aktualisht në Greqi i nderuar shpëtim të dashur bashkëtar që na ndiqni në këto momente, Greqia nuk ka më shumë se 600.000 emigrantë shqiptar. Përfshirë këtu cilët edhe ata që kanë fituar shtetësinë greke. Thënë konkretisht me shifra, aktualisht janë rreth 255.000 plus minus emigrantë shqiptar që janë në proces të lejeve të qëndrimit. Rreth 100.000 prej tyre maksimumi janë ata që janë penalizuar apo kanë humbur ligjin ose janë të paligjshëm në Greqi dhe rreth 200.000, pra plus minus është shifra e personave të cilët kanë marrë shtetësinë greke, pra janë shtetas grek, përfshirë edhe minoritarët homogjenët. Pra kjo është gjithë kontingjenti i shtetave shqiptar që jetojnë në Greqi. Zoti Guri, faleminderit. Ishte kënaqësi. Shifemi në emisionin e radhës. Në çdo rast mos hezitoni të na dërgoni pyetjet e shqetësimet tuaja në Albania TV.